Përpjekjet për sigurimin e fondeve për rehabilitimin e linjës hekurudhore Durrës-Rogozhin kanë disa vite që kanë nisur, teksa në nëntor të vitit 2020 përfundoi edhe vlerësimi i ndikimit në mjedis, një dokument që jep dhe detajet të projektit. Sipas tij, projekti për rehabilitimin e këtij segmenti, me gjatësi rreth 34 kilometra, përfshin zgjerimin e transës hekurudhore, ndërtimin nga e para të urave në përputhje me kushtet sismike dhe gjeologjike të zonës, si dhe prishjen dhe rindërtimin e tunelit të Rogozhinës me gjatësi 380 metra. Gjithashtu do të ndërtojnë stacione të reja në Golem, Kavaj, Lekaj dhe Rogozhin, të pajisura me sisteme sinjalistike dhe komode për udhëtarët. Ndërhyrje do të përfshin edhe instalimin e sistemeve të reja të sigurisë në kalesat në nivel, mbylljen e atyre të paautorizuara dhe ndërtimin e rrugëve dytësore për të garantuar qarkullim lokal. Gjithë gjurma do të rrethohet me gardë mbrojtës, ndërsa në vendkalimet e mbetura do të vendosen barriera automatike dhe kamera sigurie. Një tjetër element teknik është rehabilitimi i trekëndshit të Shkozetit, i cili do të lejojë trenat që vijnë nga jugu dhe Elbasani të kalojnë në drejtim të veriut pa hyrë më në stacionin e Durrësit, duke përmirësuar ndjeshëm efikasitetin e lëvizjes së madrave dhe udhëtarëve në të gjithë rrjetin. Nga aspekti mjedisor, projekti shoqërohet me një vlerësim të detajuar për ndikimin në peizazh, përmbytjeve, ndodhjet akustike dhe mbrojtjeve të habitatit. Qëllimi është ndërtimi një hekurudhe moderne të sigurt dhe të qëndrueshme për dekadat në vijim, si dhe të ndihmojë vendin në përmbushjen e objektivave për një sistem transporti të gjelbërt dhe të integruar me rrjetin evropian.